Policia e Tiranës ka zbardhur detajet e reja nga plagosja me armë zjarri e efektivit Angelo Kumaraku në ngjarje ndodhur pak pas mesnatës së dielës në zonën e Shkozës. Sipas hetimeve paraprake, 30 vjeçari i cili në momentin e ngjarjes ndodhej jashtë shërbimit, ka qenë pranë banesës së tij në shoqërinë e fqinjit Kedi Spaja dhe një shtetasi tjetër. Spaja rezulton personën masën e sigurisë arrest në shtëpi, të vendosur nga gjykata për veprën penale të armbajtjes pa leje. Nga hetimet ka rezultuar se dy vëllezërit Aldo dhe Ali Lika kanë qelluar me armë zjarri nga automjeti i tyre në drejtim të Kedi Spajës, i cili dyshohet se ishte objektivi i atentatit. Gjatë shtonave, efektivi i policisë Angelo Kumaraku është plagosur aksidentalisht në këmbë dhe është transportuar për ndihmë mjekësore dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vim të veprimtarisë hetimore, policia ka arrestuar Kedi Spajën për thyerje të masës së sigurisë arrest në shtëpi, pasi në momentin e atentatit ai ndodhej jashtë banesës në kundërshtim me vendimin e gjykatës, ndërkohë Aldo dhe Ali Lika janë shpadur në kërkim për veprën penale të vrasjes së mbetur në tentativë. Strukturat policore po vijojnë kontrollet për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Pas ngjarjes, drejtoria e policisë ka vendosur pezullimin e menjëhershëm nga detyrat të efektivit Angelo Kumaraku, ndaj tij ka nisur dhe një hetim disiplinor për shkelje të rënd disiplinore, pasi sipas autoriteteve ai shoqëroi me një person që kishte thyer masën e sigurisë dhe nuk ishte njoftuar shërbimet e policisë apo e prorëve për këtë situatë. Policia bën me dije se hetimet po zhvillohen në bashkëpunim me Prokurin dhe Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore me qëllim dokumentimin e plotë të ngjarjes, identifikimin e të gjitha rrethanave dhe përgjegjësive ligjore të personave të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurisë për veprimet mëtejshme hetimore.